Po e fillojmë kapitullin e parë me përsëritje mbi limitet e funksioneve kur x i shkojnë në plus infinit që shkojnë në plus infinit. Ndryshe shkruhet limiti fx-it kur x i shkon në plus infinit është i barabartë me plus infinit. Kjo do të thotë që kur x i rritet pambarimisht, domethënë kalon çdo numër real sa do të madh që ta marrim neve, edhe vlerat e funksionit bëhen shumë të mëdha, më të mëdha se çdo numër sa do të madh pozitiv që të marrim neve. Ne këtu kemi parë që limiti kur x i shkon në plus infinit, i x në fuqi n është e barabartë me plus infinit. Dhe limiti kur x i shkon në plus infinit, i rrënjës me tregues n të x-it, baraz me plus infinit për n numër natyror. Gjithashtu, kemi parë për a më të madhe se 1, limiti kur x i shkon në plus infinit, i a në fuqi x-it është plus infinit. Dhe limiti kur x i shkon në plus infinit, i logaritmi me baza i x-it është i barabartë me plus infinit. Këtu nuk ka nevojë të vëmë konditën që x-i të jetë pozitiv, sepse kemi x-in që shkon në plus infinit. Kemi parë dhe disa teorema në qoftë se a-ja x-i është më i madh se a dhe a-ja është një numër pozitiv dhe g e x-it është më i madh baraz se f e x-it, në qoftë se limiti kur x i shkon në plus infinit, i f të x-it është plus infinit, sjell që dhe limiti kur x i shkon në plus infinit, i g të x-it është plus infinit. Në qoftë se të dy funksionet f e x dhe g e x shkojnë në plus infinit kur x i shkon në plus infinit, atëherë sjell që dhe shuma e tyre f e x plus g e x shkon në plus infinit kur x i shkon në plus infinit. Edhe prodhimi i tyre f e x erë g e x shkon në plus infinit kur x i shkon në plus infinit. Themi se limiti i f e x-it kur x i shkon në plus infinit është minus infinit, në qoftë se limiti kur x i shkon në plus infinit, i minus f të x-it është plus infinit. Të gjitha këto që pam teoremat për plus infinitin janë dhe të vërteta për minus infinitin, me përjashtim këtu kur a-ja është më e madhe se 1, kur a-ja është më e vogël se 1, këto duhen parë në veçanti. Tani kemi për kufizimin e limitit kur x i shkon në plus infinit, i f të x-it është 0. Kjo do të thotë që kur x i merr vlera pambarimisht të mëdha, domethënë kalon çdo numër sa do të madh ta marrim ne, vlerat e f e x-it zvogëlohen pambarimisht. Për shembull, kemi limiti kur x i shkon në plus infinit, 1 mbi x në fuqi n është i barabartë me 0, po kështu edhe limiti kur x i shkon në plus infinit, i 1 mbi rrënjë me tregues n të x-it është 0. Nga kjo këtu, ne kemi që në qoftë se limiti kur x i shkon në plus infinit,
i f të x-it është i barabartë me 0, sjell që limiti kur x i shkon në plus infinit i 1 mbi f e x-it është infinit plus ose minus infinit. Në qoftë se f e x-it është polinom, y baras me f e x-it është polinom, atëre limiti i këtij funksioni është i barabartë me limitin e monomit me gradën më të lartë. Limiti, po marr një shembull, kur x i shkon në plus infinit, 2x në të katërt minus 3x plus 1. Ky do jetë i barabartë me limiti kur x i shkon në plus infinit i 2x-it në të katërt, është monomi me gradë më të lartë, është i barabartë me plus infinit. Limiti i f të x-it kur x i shkon në plus infinit është i barabartë me l, do të thotë që limiti i fx minus l kur x i shkon në plus infinit është i barabartë me 0. Limiti. Atëherë, tu kemi edhe një përkufizim tjetër, në qoftë se limiti i f të x-it kur x i shkon në plus infinit është i barabartë me l, atëherë y baraz me l është asimptot horizontale për funksionin. Për shembull, y baraz me 2x në katror plus 5 përmbi x në katror minus 1. Po të marrim limitin e këtij funksioni, kur x i shkon në plus infinit, ne kemi parë këtë dhe do ta përsërisim edhe një herë, merren monomet me gradë më të lartë, baraz me 2, atëherë y baraz me 2 është asimptot horizontale. Disa teorema tani kur limiti i funksionit kur x i shkon në plus ose minus infinit është i barabartë me l, i kemi thënë këto edhe kur ishte limiti plus infinit. Teorema 1. Nëse limiti i f1 të x-it kur x i shkon në plus infinit është l1 dhe limiti kur x i shkon në plus infinit i f2 të x-it është i barabartë me l2, sjell që limiti i f1 plus f2-shit kur x i shkon në plus infinit është i barabartë me shumën e limiteve me l1 plus l2. Limiti kur x i shkon në plus infinit i f1 herë f2 është i barabartë me prodhimin e limiteve l1 herë l2. Limiti kur x i shkon në plus infinit i f1 përmbi f2 është i barabartë me l1 mbi l2 me kusht që l2-shi tjetë ndryshme nga 0. Teorema e dytë. Në qoftë se limiti kur x i shkon në plus infinit i f të x-it është l dhe l-ja është e ndryshme patjetër nga 0, limiti kur x i shkon në plus infinit i g të x-it është plus infinit, atëherë limiti kur x i shkon në plus infinit i fx herë gx është i barabartë me plus infinit. Kjo me fjalë mund të thuhet kështu: limiti i prodhimit të dy funksioneve, që njëri ka limit
kontant, ose limit të fundëm, dhe tjetri ka limit të pafundëm, është i barabartë me plus infinit. Teorema e tretë. Teorema e dy policave. Nëse për x më të mëdhenj se a, kemi f e x-it me vogël para se g e x-it me vogël para se h e x-it dhe limiti kur x i shkon në plus infinit i f të x-it është l dhe h të x-it është l, atëre dhe limiti kur x i shkon në plus infinit i g të x-it është i barabartë me l. Për shembull, kemi limiti kur x i shkon në plus infinit e sinus x plus cosinus x përmbi x në katror. Këtë mund ta shkruajmë kështu. Limiti kur x i shkon në plus infinit, sinus x mbi x në katror plus cosinus x mbi x në katror. Tani sinus x mbi x në katror me madhe bara se minus 1 mbi x në katror me vogël bara se 1 mbi x në katror. Po e njëjta gjë thuhet dhe për cosinus x përmbi x në katror. 1 mbi x në katror kur x i shkon në plus infinit është 0. Minus 1 mbi x në katror dhe 1 mbi x në katror është 0. Atëre ky limit është i barabartë me 0 plus 0 dhe ky cosinus x në katror baras me 0. Teorema 4. Limiti i funksionit racional thyesor është i barabartë me limitin e raportit të monomeve me fuqi më të lartë të x-it në numërus dhe në emërus. Këtë nuk po e shkruajmë si teorema, po marr një shembull. Limiti kur x i shkon në plus ose minus infinit e 2x në të tretë plus 4x në katror minus 1 përmbi x në të katërt minus 3x në të dytë plus 2. Ky është i barabartë me limitin e monomeve me gradë më të lartë 2x në të tretë përmbi x në të katërt. Ky del me limitin kur x i shkon në plus ose minus infinit 2 përmbi x i në të katërt me x i në të tretë thjeshtojnë 2 përmbi infinit jep 0. Atëre ky ka dhe asimptot horizontale y-in baras me 0. Po marrim këtë shembull. Y baras me 1 plus 2 në fuqi x. Gjejmë limitin kur x i shkon në plus infinit. I 1 plus 2 në fuqi x. Ky është i barabartë me limitin e 1-shit që është 1, limiti i 2 në fuqi x-it kur x i shkon në plus infinit është plus infinit baras me plus infinit. Themi që ky funksion nuk ka asimptot horizontale. Y baras me 10 përmbi logaritmi i x-it. Limitit kur x i shkon në plus infinit i 10 përmbi logaritmi i modulit të x-it. Kjo është e vërtet dhe për plus dhe për minus infinit. 10 përmbi kur x i shkon në infinit, logaritmi shkon në plus infinit. Po me që kemi në vlerë absolute dhe për x-e që
shkoj në minus infinit, kjo të shkon në plus infinit, baraz me 0. Atëherë ky ka asimptot horizontale, y baraz me 0.